Ju këndoft shpirti, more djelmoshër, more nuk e di, më keni dhënë një mornis të brëndshme sot të 4 ju që nuk e di. Faleminderit ju që ekzistoni dhe që gjithë të rrugtim pa kjo që ekzistoni. Kush ka thënë i pari këtë? Alketa? Na, i fillon emri po. Mos e ka thënë Alaudini? Ndoshta se ka thënë. Çuna mbrëmë mbar, faleminderit, si shkoi kjo javë? Mirë, faleminderit. Lezetshëm. Mirë, do flasim tupi. Do flasim pak me fatura, thot Gledi që sot më pëlqen se është jo më i dremitur, më duket se ka pirë një kafe. Bravo Gledi, mirëmbrëma gjithë juve që vini tani. Goca çfarë ka që mos më nxirr planin plakut, lutem. Po flisni me veten tuaj? Me vërtet? Pra me veten tuaj, me veten ti me veten apo ju me njëra tjetrën? Flisin me veten edhe me njëra tjetrën. Po, njëkohësisht. Jo më kot ju kam lënë në fillim të orarit, sepse mirë keq tash jeni minorene të dyja. Shqyr që jam unë plaku i moçur merre këtu në këtë tavolinë që të ballancojmë një lloj mesatare para se të zbuloj para publikit të gjërë se çfarë jeni, kush jeni, pse jeni, unë do t'ju bëj një rezume të vogël të gjithë rrugtimit tuaj artistik deri tani. Sa e bukur kjo rrugtimi juaj, domethënë. Ju sa vjeç jeni të dyja, njerëzit kanë filluar të marrin kredinë parë. Pa në sens madh. Megjithatë në studio në këtë moment të podcastos un kam Sarën dhe Luanën. Ju jeni në një mënyrë ose i tjetër një lloj produkti Albania's Got Talent edicioni i parë. Po. Unë e them me krenari këtë gjë sepse si edicioni i parë, si i dytë që u mbyll me shumë sukses, ka nxjerr praktikisht gjithë finalistët, kanë filluar një rrugtim shumë suksesshëm artistik. Ka qenë një bekim për të gjithë ata që kanë marrë pjesë. Ju jeni dy motra me 2 vite diferencë. Po. Ti e vockla, ti e më e madhja. Po. Të lindura në Rom, por asnjëra nuk di italisht. Më duket se kishte me inat se nuk morët pasaportat, që i moment që ishin me permeso di sojourn nuk thyet dhe thatë për inat pse të marr pasaportën. Plus që në Itali duhet 35 vjet apo nuk doni të Jo, e drejta për ta marrë është akoma. E keni Thjesht është akoma. zgjedhja jon. Zgjedhja juaj që mos keni pasaportë italiane. Po. Doni vetëm pasaportën shqiptare. Është zgjedhje që do bëhet më mbrapa. Mirë, për momentin jemi me pasaportë shqiptare, se keni kaluar oqeanin për një gjë që do ta them pak më vonë, që është një ndër konkurset më prestigjioze në botë. Ju keni 8 vjet që jetoni në Tiranë. Sa erdhët harruat italishtën, filluan shqipen nga e para, në fillim kishit Për shkak të moshës. Të moshës pra. Se ishim shumë të vogla. Jeni të përkushtuar ndaj artit, kërcimit, veçanërisht atij të zhanrit hip hop. Po. Unë e di shumë mirë se ju keni qenë në finalen në Urta Fest Junior vjet, që vërtet ma ndrit skenën në ato momentet e performancës suaj. Faleminderit. Jo, unë i them me shumë zemër këtë gjërat, ju kam pas në zemër që vjet, si më thënë. Faleminderit. Në të gjithë energjinë tuaj dhe ju shoh shumë të mëdhaja në një moment shumë të afërt. Ju u shpallët fituese të çmimit të parë në vitin 2025 në një nga kompeticione më të mëdha këtu në Shqipëri, i cili si kishte emrin? Hip Hop International. Hip Hop International, i cili kishte patentën që kush fitonte duhet të shkonte në një Po, në Amerikë. Ai është kampionati më i madh, domethënë. Më internacional. Në botë. Po. Ju fituat të drejtën pra për të përfaqësuar Shqipërinë në Hip Hop International në Arizona në States. Po. Unë ju kam ndjekur bëhet edhe një Xhiro në Las Vegas, nuk e? Po. Vajte, po, lozut kumar atje. Jo. Shumë vogla. Jo, lozi mami. Jo. As mami. Nuk lozi as një kumar. Në rregull, unë Las Vegas, edhe unë do shkoj për turizëm muzeal. Ka është një ndër muzet më të mëdhenj në SBA të dinosaurëve. Edhe kam ëndër. E kemi dëgjuar, po. Las Vegas vetëm për këtë gjë. Juve morët pjesë, shkëlqyet pas 5 muaj stërvitje intense. Atje si dolët? Apo mjafton pjesëmarrje? Dolëm ashtu siç doni. Si donit ju? Dolim të tregonim vetëm se kush jemi. Dhe treguat? Po, pa merak. Pa merak, thot. Unë kisha një merakin, po... Kishim merak ne për veten tonë. Dhe ju dolët shkëlqyet? Po. Mbarë kompeticionit, gjithë lekët, gjithë gjërat i pagonte konkurse apo paguat vetë? Konkursi. Juve vetë biletat vetëm? Disa gjërat vogla patjetër, kuptohet. Marr vesh. Po këto hotel, bilet, strehime, këto gjërat? Këto gjërat janë të kampionatit. Mirë, harxuat vajti shumë si trip sa ditë ndej të gjithë? Nuk është se vajti shumë, ja. $2-3.000? Okej, nuk e di të përgjithshmen, pasi nuk kemi marrë ne. Jo. Me këtë pjesë nuk kemi marrë ne. Sa bukur është ti që dush çfarë të duash, por ose çfarë duash dhe pagon gjithmonë një tjetër. Është bukur, po thjesht ne e kuptojmë se si është të harxosh. E dim shumë mirë, edhe pse jemi në një moshë të vogël, e dim se si është të përkushtohet për një ndaj fëmijës. Vlerën e paras, si më thënë. Po.
O sa të mira, sa bukur. Kështu është i gjithë brezi juaj apo? Tash me kaq sa kemi parë nuk është i njëjtë brezion. Janë shumë nuk është i njëjtë. S'është njëjtë me ju, pra Jo. me mënyrën se si e mendoni ju jetë. Po, në mënyrën si e mendoj unë nuk është i njëjtë. Pse si është ky brez? Pasi brezi jon tani mendon që çdo gjë vjen vet, domethënë nuk do përpiqet vet personi, pret nga jeta vet, ndërkohë që ti duhet ta ndërtosh jetën tënde. Unë kështu e mendoj jetën. Po duke punuar. Ti duhet të kesh synime të qarta dhe duhet të punosh për ato synime që të arrish jetën që ti don. Sepse po ndejte kot nuk ke Nuk të vjen ndonjë gjë kot, Zoti asnjëherë. çfarë t'japi, don po të rish krevat, zgjoh, ç'është. Jo, s'ka. Ju besoni Zot? Po. Besoni Zot? Po. Dini konceptin e Zotit, mirës, keqes, cilët ju jeni Po. keni në një fe Jemi edhe specifike? Po, jemi praktikante të fesë muslimane. Ashtu ë? Po, ajo është një fe e cila ne na largon nga veset e këqija. O sa E mirë. them me sinqeritetin më të Ju plot. ndikon në atë që bëni në pasionin Po, tuaj? në disiplinë komplet. Jo, Po. në sensin që ju lejon, s'ju lejon apo nuk ka kështu barrierash domethënë që Okej, kjo është zgjedhje personale, mendoj unë, po unë gjithmonë në fe mundohem të bëj aq sa di, aq sa mundohem. është një thirrje që e gjetët vetë këtë apo ishte si më thon e sugjeruar Okej, është pak histori si e gjatë, domethënë nëpërmjet një shoqe të Luanës, ne arritëm të kemi një lidhje me Allahun, Edhe ndiheni. Po. Ndiheni më mirë. Po, Kjo gjë e po, ka reflektuar te ju. Po. Edhe në mënyrën se si ju e trajtoni veten, mënyrën apo Po. përditshmërinë, në Po. disiplinë, në punë e tjerë. Në çdo gjë që duhet bësh, duhet patjetër që të kesh edhe besimin në Zot. Më flisni pak për këtë kompeticion. Si shkoi ditët, Okej. mënyra. Duke filluar që nga AJA, Hip Hop International është nga kompeticionet më të mëdha të kërcimit në botë. Nuk e di shumë veta, ndoshta e din, po ka edhe që se dinja, po e them unë tani. Prandaj jeni ju këtu. Po. Është një nga kompeticionet më të mëdha në botë, ai është një kompeticion që mbledh të gjitha grupet të kërcimtarët, që i bën të gjithë bashkë dhe secili grup edhe kërcimtar përfaqëson shtetin e tij. Ashtu ë? Po, Sa ishin, sa përfaqësues? Gjithë bota, gjithë shtetet. Po. 190 sa, 200 nuk e. Shqipëria ishte hera parë që merrte pjesë atje dhe ne ishim të parët që shkelëm atë skenë të madhe botërore. Pra ishte një mundësi shumë e artë për ne. Si e përjetuat momentin kur fituat çmimin e parë në 2025-ën? Ky moment ishte shumë i paharrueshëm për ne, sepse gjitha ajo lodhje, orë të gjata pune, le të themi që u shpërblye. Të fitosh çmimin e parë nuk është daqe thjesht, ndërsa ne me këtë çmim treguam se me punë dhe përkushtim arrihet gjithçka. Wow, çfarë artikulimi, garanti ka dërguar Viviani ato pyetjet. Vivian herë tjetër e shaka. Keni vendosur doni t'ju vëni një moment në siklet me që janë bastartë, se tash i thon këta ora gjithkohë mirë, pas ke vendos tela të dy, a? Po, Bravo, Tikzoni. faleminderit. Jam një bastard, e kalova këtë momentin. Ka si gjë të keqe mi. Jo. Shumë mirë bëni. Le se keni kap në kohë. Cili ka qenë sfida më e madhe, thot Viviani, gjatë këtyre 5 muajve përgatitje që ju Okej, sfida më e madhe ka qenë që ne duhet të mundoheshim të balanconim shkollën dhe stërvitjen, pasi ne na është dashur të bëjmë një stërvitje shumë intensive. çfarë thua? Dhe kemi pas shumë lodhje fizike, me thënë të drejtën. Po stërvitje unë imagjinoj ato skenën e Rocky Balboas kur vajnë në Rusi që tek Ka qenë shumë Rocky stërvitje 3. intensive e them me plot kuptimin e fjalës. Do me thënë që të balancosh shkollën dhe stërvitjen është shumë e vështirë, sepse ai kampionat ishte shumë i rëndësishëm për ne. Nuk është thjesht një orë mësimore që ti mund ta kalosh thjesht. Thjesht duhet ti të fokusohesh, si te shkolla dhe te stërvitja. Kjo ishte sfida më Por e ne madhe. pas gjithë kësaj kemi kuptuar çdo të thotë të jesh i disiplinuar dhe i përkushtuar për arritjet që ti ton të arrish. Këto do ju pikasi Ramami, se sa mirë flisni kështu, pa bagona i shkolla, gjëra që pas 5-6 Faleminderit. vjetësh ndjenin politik. Faleminderit, keni qef Ramën. Po. Me pëson. Wow, është hapur fare brezi i ri. Sa mirë, goca, mos e thoni se s'ka vlerë, nuk keni as votuese. Jo, s'ka gjë, unë thjesht them mendimin tim. Ju pëlqen PS, ju pëlqen Rama. Po. Kështu ka gënjur dhe mua në moshën tuaj. Ky është mendimi im, nuk është mendimi të tjerëve që ka Po ndikuar te unë. rregull, kështu edhe unë, mbaj më 5-16 vjeç isha edhe unë mbrapa. Sa i madh djera ne, ishte i madh me vërtet, kështu si gjatësi. Po. I mirë Shama, i mirë. No, mas them. Është çështja ime dashamire Sara. Them pe pak shumë, çuditshëm. Pse hip hopi, çfarë ju jep kjo lloj, kjo form arti?
Hip hopi për mua është energji. Kur nuk jam në gjendje të mirë emocionale, nëpërmjet të lëvizjeve, unë çliroj të gjithë energjitë negative dhe pozitive, por pa folur. Jo, pozitive ti nuk i shkarkon, ti i shkarkon Jo, i negative. merr, po. merr Gjithashtu pozitive. edhe unë. Pozitive, po. Çfarë thua? Po, ashtu është. Pa lëviz. Sinqerisht edhe unë kur jam në një moment që për shembull me shkollën, nuk shkon diçka mirë, vej muzikë edhe kërcej. Sinqerisht ndjem shumë e lirshme. Energjitë negative. Ndjem shumë e lirshme mbasi kërcej. Po çfarë më lëvim? Mund të kesh ti ti 14 vjeçme. Siç thash në lidhje me shkollën. A lidhje me Në shkollën? notë keqe, ndonjë detyrë që nuk arrin ta bësh Keni natë dot. mësuese ti? Jo. Jo, janë gjitha shumë të mirë. Lëndët, po, jo mësueset. Mësueset janë gjitha okay. Shkëlqyera. Jam të gjitha të shkëlqyera. Po, mësueset po. Dhe lënda kërkon shumë përkushtim. Është lënda ajo që e bën të vështirë mësimin. Por mësuesi gjithmonë me atë të vetëm bën që të na e lehtësoj mësimin sa më shumë. Ua, sa të koordinuara. Ju tek pull 2 motra jeni gjithë. Po. Kështu keni gjithë kohë si dhe Po, për Gjithmonë. kush i ka shkurur më shumë flokët tjetrës? Jo, nuk jemi kështu ne. Nuk keni pas asnjë akt pune në Sinqerisht, jo, nuk Deri në moshë të vogël mund të jemi zënë. 4-5 vjeç, më shumë pastaj. Po kur kemi filluar të zhvillohemi, nuk kemi zënë asnjëherë, domethënë me prekje fizike. Gjithmonë me argumenta. Kush fiton argumentin? Kështu. Viviani ka rrafur shumë motrën e vogël. Futte pjerë, bam, e dioni, mobet. Pa me vurë një cep. Asnjëherë akt e dhune, sepse në një mënyrë shoqëria shqiptare, po të shihni edhe pak filmat e para viteve 90, ka një legjitimim të frikshëm të dhunës ndaj fëmijës. Futi ne shpull, futi ne pop, ti thyet noflla kështu. Jo, s'ka kështu me ne. Sigurisht nuk duhet të ketë kurrë. Si është jesh motra, partnere skene dhe bashkëpunëtore artistike në të njëjtën kohë? A ju ndihmon fakti që jeni motra apo ndonjëherë ju vështirëson si punë? Fakti që jemi motra, ne me thënë të drejtën na ndihmon shumë. Por pavarësisht se ne jemi të dyja në të njëjtën fushë, nuk do të thotë që ne kemi mendime të njëjta, se shihet që duket sikur kemi mendime të njëjta. Por në të vërtetë ne kemi shumë përplasje mendimesh me njëra tjetrën. Kështu quhet ta flokët tuaj. Flokët i keni presh të dyja. Jo, në të vërtetë unë jam kaçurrelse. Çfarë thua? Po. I ke shtrirë domethënë me plastër me kështu. Po. Që dali meçi. E kuptoj. Ndërsa unë i kam drejta vet pras. S'kam nevojë fare. Si e thot me kunj. Kuj me këtë? Jo, se për shaka. Dhe po thoni kaq, e thante. Nuk ka asgjë, ti je ashtu Jo, jam shumë e fatë, sinqerisht. Ju keni krevatet veç apo 2 kate pap. Jo, Një këtej një andej. Veç, po. Gjithmonë mundohemi të koordinohemi me njëra tjetrën. Po, sepse gjua jone përbashkët është kërcimi. Yes. Ti je një kështu qafa, një kështu goca mbët stërvitje sot në qafën. Për këtë jemi ne. Për bërë stërvitje qafe. Për çdo gjë. Ore, shive mër gocat, shive mër brezi i ri, shive një mër brezi i ri dhe brezi vjetër. Mësoni, duhet mësoj kryesisht brezi vjetër. Po. Mosha e tretë e sipër se fillon një farë moshe, disa rrjes butalepse njeriu fare. Më është plot rrugën me 55-60 e sipër, domethënë, të merri Ka madh. humb fare fillin, po. E ka numër, po nuk kanë dhe faj, se imagjino, kanë qenë 25-30 vjeç në një moment që i Po, mosha bën të vetën. Bën mosha të vetën. Jo, Besoj, do t'japim fare- këto mesazhe. Unë do t'jap këto mesazhe, jo ti do. Ndoshta mund të ndikoj mosha të disa persona, po jo të gjithë. Ashtu, si e rregullojmë, mër, shife një duar trokitje na regjia, mër, bur. Na regjia tash në trek, jo nga banda është një moment tjetër. Ja, dhe regjia vetë që unë tash nuk vuri asnjë duar trokitje. Si e balanconi jetën tuaj të përditshme mes akademisë, kërcimit, shkollës, aktivitete kulturore, përkushtimit tuaj, investimit Bitcoin e gjithë këto gjërat që bëni ju? Të dish të balancosh kohën, duhet të jesh organizuar njëherë me veten tënde, të kesh një plan ditor. Ua, Nëse minimumi nuk i kemi këto kemi një flutur këtu e Luana, kur ka një flutur vërdall, thonë, ka një shpirt. Nuk ka disiplina ajo flutura 100%. Ajo flutur nuk ka Se disiplinë. besoj. Po fal Luana, po. Duhet kemi një disiplinë, sepse nëse ne nuk kemi një organizim me veten tonë ose një plan ditor, atëherë ti do bësh një jetë të çrregullt. Nëse bën një jetë të çrregullt, ti nuk quhesh artist. Artisti duhet ketë një disiplinë, pra duhet ta ketë kohën e programuar. Është relative kjo Lora. Artista ka shumë artista që janë absolutisht pa disiplinuar. Madje përkundër, një artist është i pa disiplinuar. Por në rastin tuaj ti po thua në zhanrin tuaj. Po, në zhanrin tonë. Ne flasim për zhanrin ton. Se një piktor për shembull pikturon, pihet gjithë natën, zgjohet nesme, tash nuk ka një jetë shumë të rregullt. Flasë e ka me gjithë piktorët. Tash jam në fazën që do t'i bie gjithë piktorët, e ka me ju piktor. Nuk para bëj për qeshur në 17 e poshtë. Do më e kam 19, në më deri pa, dhe ata me kokra.
Po goca. Është mosha, e di plaku, e di. Faleminderit regjizori jon, mi madhërisht, po ju bëni sikur qeshni ndonjëherë mua, me këtë bëhet qefi njeriu. Ja, urdo, shi sa bukur. Ja, dhe regjia s'na vuri ende një duar trokiti. Në cilin artist ose koreograf, pra me cilin artist ose koreograf do donit shumë që të bashkëpunonit një ditë? Okej, shumë herët për ta thënë këtë, sepse unë mendoj që jam akoma në hapat e mi të parë drejt suksesit dhe kam akoma shumë punë për të bërë dhe që të arri këtë punë unë duhet të arri një nivel profesionalizmi. Dhe për të arritur këtë nivel të lartë, unë mendoj që kur të arri këtë, do duam në artistët të bashkëpunojnë me mua. Pse jo? Çfarë përgjigje, pak kështu, pak ashtu. Hendrik, moshën e mbanon çfarë bënim 16 vjeç? Po. Pusho pra, lëre, atëherë mbaj për vete. Mbaj për vete, siç mbaj dhe unë shumë gjëra kur isha 16 vjeç. Çfarë roli ka feja në jetën tuaj? Ne e thamë konsumuam pak atë. Po, folëm pak. Kështu që është një moment nga ata më subliminalët në podcastra. Është momenti bishtit të delprës, por tek ju përkthehet në loja e bazarit dhe butonit. Kthej pak atë butonit, lutem, këtë dua kryqin kështu, Sara. Hop, ta shofi kamera edhe një herë. Hop. Sa bukur. Jeni gati pra. Po. Plaku je gati? Sigurisht. Ti je lindur gati. Kujdes, duhet të sqaroj kush fiton çdo përgjigje sakt e pyetjeve që unë do ju bëj të dyave, është 2 pikë, fituesi është shpallë me 11 pikë dhe ai që fiton në rastin konkret ka një bursë 1 vjeçare në Yale. Se kemi rrit fare pjazën. Kemi rrit produksionin, tashmë ka filluar bursa. Në rregull? Po. Rregull thoni ju. Cila ja merr më shpesh rrobat tjetrës pa pyetur? Sara, Unë e bëj. ti jam me Luanës gjithmonë. Po. Pse? Pavarësisht se i kemi rrobat me shumë meçi, kemi edhe disa të tjera Specifike. patjetër, Po rrobat i blini vetë ajo leje. blen mami kur si? Jo, vet. Vet gjithmonë. Po. Edhe mami blen. Po, mami patjetër. Me telefon me goca me video kështu ja kam Po, gjetur po. këtë. I marrim ndonjë ide mamit, zakonisht. Ashtu ë? Po. Mirë, fitoi kjo 2 pikë, pas në një kuptim të qartë, domethënë pse fitoi 2 pikë me gjithë përgjigje para. Pyetja numër 8. Po ju mos heshni goca, pra brezi i ri duhet korrigjoj, ju duhet merrni kontrollin, kemi thënë. Kur unë them pyetja numër 8, top, njëra na ju thot jo, është e dyta. Okej, është e dyta. Pra bravo, kështu po. Cila është më strikte në prova dhe nuk toleron gabime? Luan, Jam shumë strikte. ti. Dua që të arri atë që kemi synim për të arritur. Jo për shembull ta marrim diçka me shaka. Okej, kanë disa momente që është për të qeshur, por kur është puna për të punuar, duhet jemi shumë serioze. Për mendimin Po, ashtu është. Ka kjo çere serioze shumë. Luana është shumë serioze. jam Je. për punë s'të toleroj. Cila jemi 2-2, ë? Po. Do t'i kujtoj gjithmonë këto. Cila vonohet gjithmonë edhe kur është gati? Ti. Unë, Ti. po. Përgjigje sakt për veten e vet, domethënë. Ti e Po. konfirmojnë. Më kuj si pas sens, domethënë që është shumë i bukur, por është interesant. Ti vonohesh. Po. Po Shumë. pse mi vonohesh? Nuk e di pse, nuk e kuptoj fare. Vënohem duke vesh rrobat, duke bë pak make-up, nuk e di, më Ndërkohë bëhen që shumë gjëra, e më bëhet pyes- shumë e çrregullt kjo gjëja. Dhe Sara, je bërë gati? Jo, ja, edhe sa të liqër pikës, sa të vesh bluzën, Sa të vesh gjithë ato xhopin. justifikime mblidhen bëhet 1 orë maksimum. Kam bezdi shumë njerëz që Vetëm te kjo vonohen. pjesa nuk e Unë kam vishën shumë i pari disiplinën. pa shpejt, hajde pres Pritjen e kam gjithmonë. shumë bezdi. Po të merresh. Dua që ti jesh tamam në kohën e duhur, jo të vonosh. Okej, 5 minuta tolero, 10 minuta. Po jo mi kjo egzagjerona Jo, gjysë orën e një jo, orë, tash jo, presh jo. të e kuptoti çfarë. Jo. Dhe më flet për disiplinë pastaj. Okej, për disiplina flasëm, po thjesht te kjo pjesa jam Te pak kjo pjesa. Rregull. Shkalojmë, jemi 2-1, 2-2, 4-2, 4-2 Lulbasha, mos më futër pas herë në trup. Kalojmë në pyetje numër 3. Cila vonohet e thamë këtë pra? Cila mërzitet më shpejt kur diçka nuk shkon sipas planit? Imagjinova që ti Mërzitem po. mërzitesh më shumë. Nuk e di pse, po jam edhe pak tip emocional. Edhe ti do të jesh me më shumë nerva, bëhesh. Po, A? varet, në disa situata po. Ka shive ka. Po ka dhe një gjë që Nuk e disa pranoj. herë e mba për vete. Domethënë. Po. Ama kur Ndërsa unë jam shpërthen, shpreh. Ti je shpreh. Po, Ti e ndërsa- heq atë Po, ti. kur mërzitem shumë e mbaj të gjithë për brenda. Marr Për vesh. sa i Haj përket me veten kërcimit, time. bëhet fjalë. Për sa i përket kërcimit, se edhe unë për gjëra të tjera nuk e shpreh. Ah. Po unë kërcim e shpreh, domethënë vetëm Luanës.
Po tash disiplina e kërcimit që ndërlidh me gjithë pjesën tjetër të jetës Po, ju po. puni. Duke qenë që jemi dhe motra, ka të bëj shumë. Cila është më e fiksuar pas make-upit, stilimit, e tjerë Sara. ti. Merresh Po. aty para 2 orë, bam, bum, me tham. Deri në detajin më të vogël, si Je thar që pam je pak më e rritur ti edhe kështu nuk Po, më pëlqejnë shumë goca një sukses të madh i uroj. Shumë faleminderit. shumë faleminderit shumë. Në të gjithë rrugtimin tuaj unë do të isha shumë i lumtur që të isha i pranishëm në një mënyrë ose në një tjetër dhe me këtë do ta them në të gjithë show-t që do të kem, gjithë emisionet, dyert do të jenë të gjitha të hapura. Shumë faleminderit. Në një emision dosha do të kemi edhe një dritare që do të hapet pak fare. Dhe ju të futeni me kërcim si Chuck Norris pse jo, tek filmi. pse jo. Te Ta film filmi. skenën. Ta thyni skenën. Sot do kërceni? Jo, pra nuk do kërceni. Okej. Ja, sot kemi Po ardhur. deshë ti të kërcejmë ne. Po, Se kemi ne mos problem. egzagjerojmë. Me kërcimin melodioz të zërave dhe të instrumenteve tyre, ne kemi banda më të mirë në botë, e cila me zi po pret që të këndoj këngën e radhës. Ju falenderoj edhe një herë, suksese në jetë shumë edhe faleminderit këtë edhe ju vit për jetë një ftesën. vit i mbar. Shumë faleminderit. Neve dëgjojmë bandën më të mirë në botë. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi këtu në podcast.